Përshëndes, jam para ambasadës franceze, shikoni, edhe flamoni këto mrapa, dhe duhet bëj një komunikim të shkurtër. Në lidhje me ministrin e jashtëm. Ministri i jashtëm i Shqipërisë i caktuar sot, i emëruar, që është në heshtjen e plotë të opozitës, që nuk flet Berisha për te, si ka mundësi që e mori Rama nga Partia Demokratike dhe e futi aty, hajde gjeje, vja që e merr, Berisha hesht, Rama e mori dhe e futi nga njëri që ka qenë krye negociator, ka qenë kryesori në marrëveshjen e detit, e cila i shiti detin Greqisë, i shiti shelfin territorial, i shiti pjesën zonën ekonomike, i shiti edhe pjesën fizike. Të gjitha këto i bëri Ferit Hoxha. Ferit Hoxha sot është bërë ministër i jashtëm. Po si është e mundur? Disa njerëz e marrin si diçka teorike dhe të zakonshme, si rutinë. Jo. Ne kemi ditur që në fillim se Miralja Kubaro nuk u mor ministre në kabinet sepse përkthente bukur si shta Edi Rama. Jo. Ministre Kubaro ishte ndikim direkt i Francës. Ishte zgjedhja e Francës, pa le, përktheu bukur Miralja Kubaro. Sa përkthehen dhe përkthehen me bukur se Miralja Kubaro në Shqipëri janë me qindra. Kur vjen puna e mori Edi Rama brenda me një justifikim për përkthim. Po s'kemi parë në një përkthim në një lloj gjeje të veçante të Miralja Kubaro s'kemi për të parë. E mori sepse ishte direkt ndikim francez. E donte Franca në qeverinë e Ramës, siç e donte dikush. Tani, mbas Miralja Kubaros, ra influenca e njerëzve që kishte Turqia këtu dhe mori një shtesë, dhe kjo shtesë është e rrezikshme. Është zgjedhja e Francës e Ferit Hoxha. Ja, ky që shikoni këtu që duket pak sa i errët, dhe është i errët ky është Ferit Hoxha. Është zgjedhja e Francës, sepse është Franca që e ka caktuar këtë. Nuk mund të jetë zgjedhja e Amerikës. Në negociatat që ka patur shteti jonë me Greqinë, Sali Berisha ju kishte thënë bëni, por vetëm Greqia Shtetet e Bashkuara të Amerikës mos dinë gjë. Ky Ferit Hoxha zgjedhja Shtetet Bashkuara nuk është, e Greqisë nuk është, e Serbisë nuk është direkt. Është zgjedhja e Francës që intereson edhe interesave të Greqisë dhe të Serbisë. Shtyp më shtyp, kaq, cop, troq. I vend përpara vështirësive në lidhje me komunitetin evropian, Edi Rama dhe Sali Berisha në bashkëqeverisje, në të dy rastet kanë vënë një element të Francës në krye, pavarësisht se është në dëm të Shqipërisë, në jashtëzakonshëm dëm të madh të Shqipërisë. Po e dëmton jashtëzakonisht edhe si reputacion, edhe si autoritet, edhe domethënë kanë bërë gjën Karshillekun më të madh pas Belerit që kanë bërë Franca dhe qeveritë tona, qoftë Rama, qoftë Berisha, është karshilleku më i ndyrë, më i poshtër që kanë bërë ndaj shqiptarëve, pas Belerit. Beleri doli direkt, ky e bën indirekt dhe mbron edhe interesin e Belerit. Prandaj dhe jam duke folur intensivisht dhe pa ndërprerje për këtë rufjan politik, për këtë spion, për këtë njerëz të shitur që ka shitur vendin.